Atëherë, nga dhënat, Leta ka 6 fëmijë. Zoti nuk i tregonte sepse ai ka vdekur fëmin e parë, fëmin e dytë. Atëherë sirenat kanë futur trup njerëzish. I kanë shkruar në trupat e tyre. Bëni fëmijë sa duash, edhe Duri dhe Aple dhe Leta. Kanë futur 3 bjond Aple. Ka 5, nuk e di sa fëmijë ka Aple. 40 fëmijë pas ka Aple. Bjonda, se ka futur 3 trupa që janë shkruar në trupin e tij. Dhe njëri bjond është pamja e tij. Ka hormonet e sirenës, që është vetë Aple, por ka dhe hormonet e njerëzve. Është i përzier, fëmijët janë të tillë. Ka 40. Duri ka futur 2 që janë shkruar dhe janë pjesë e trupit të tij, të sirenës. Bën fëmijë sa duash. Sa ka Duri? 50 fëmijë ka Duri. 50. Leta nuk i donte, ka ngelur shtatzan herën e parë, ka goditur fëmin, e ka dështuar. Sa merrte vesh që ishte shtatzan, dështonte. Ka në trup 2 femra, një bjonde e një brune, të shkruar në trupin e saj. Ka hormonet e sirenës, ka dhe të trupet njerëzor. Bën fëmijë sa të duash. Leta ka 80 fëmijë. 80 fëmijë. Alketa ka 2 fëmijë. Alketa mu ka. Alketa, nëse ka qenë këto nuk kanë fëmijë. Kanë, po kam vdekur. I vishte Leta. Edhe Alketës kështë di sa fëmijë ka vdekur. Pa u rritur. Ajo ishte Leta. Po kishte trajton fëmijët e saj. Janë fëmijët e saj. Leta po kishte trajton çdo ditë, çdo natë fëmijët e saj. Kjo ndodhi sepse nuk vlerësojnë fare fuqinë. Veprojnë si thot koka. Edhe Aple çdo natë kishte trajton fëmijët e tij, por nuk e din. Gjithashtu dhe Duri kishte trajton fëmijët e tij, por nuk e din. Do ta them për Drovari nuk ka fëmijë. Kishte trajtuar Duri. I ka hequr, nuk di çfarë hiqet që nuk ngel shtatzan. Hormon mashkullor që duhet ngelte. Nuk e di çfarë është. Gjithashtu dhe Albanit i ka prerë një koqe. Më ta them troç. Që mos të shkoj me shpesinë e duhur, mos ngeli shtatzan. Fëmijët i kanë me Edri, Jezuin dhe me Eugenin. Po 2. E din Zoti kush janë. Emi dhe Aselja.